إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Me emrin e Allahut të gjithë mëshirshmit, mëshiruesit, Allahun Zotin e vetëm të vërtet e falenderojmë, vetëm prej tij ndihmë, falje dhe mëshirë kërkojmë. Allahut i lutemi të na ruaj prej skeqjes, e cila nuk është gjë tjetër vetëm se pasojë e veteve, e veprave, e sjelljeve tona, cilin do që Zoti i Madh Allahu pra e udhëzon, nuk ka kusht ta humb dhe devijoj, dhe cili do që humb dhe devijon dhe zgjedh për vetin e tij humbjen dhe devijimin, nuk mund ta çojë në udhë të drejtë dhe udhëzoj askush tjetër përveç të Madhit Zot, Allahut. Dëshmoj dhe deklaroj se nuk ka Zot të vërtet, Zot që meriton të jetë Zot e të adhurohet si Zot e të njihet si Zot përveç Allahut. Ai është një i vetëm, pa ortak, pa rival, pa ndihmës, i pa imagjinueshëm nga mendjet njerëzore, sido që të imagjinohet nuk është ashtu. Ai nuk ka bir, as bij, as bashkëshorte, as ngjan me të asgjë dhe askush. Dëshmoj të deklaroj se Muhamedi alayhi salatu wassalam ishte njeri, rob i Zotit, i dërguar i tij dhe vula e profecisë në tokë. Ai shfuqizoi profetët përpara tij duke i besuar dhe mos i mohuar, duke i pohuar dhe duke i pranuar thjesht të shfuqizuar. E mbas tij më nuk ka profet dhe pejgamber, sepse ai është vula e profecisë në tokë. Mirësitë, bekimet, paqja dhe mëshira e Zotit qoftë mbi të, mbi familjen e tij të pastër, mbi shokët e tij besnik, si dhe mbi të gjithë ata besimtarë dhe ato besimtare që ndjekin dhe pasojnë rrugën e tij me sinqeritet dhe dinjitet deri në ditën e Kiametit. E ku ka më bukur se sa porosia që Zoti i Madh na jep në Kur'an neve që jemi nënshtruar atij duke e pranuar Islamin. Ne që i themi vetes musliman, ku Zoti i Madh na drejtohet duke thënë: o ju që keni besuar, pra ju që i thoni vetes musliman, besimtar, friksojeni Zotit ashtu siç duhet, pa jo me llafe, jo me llafologji, pa ashtu siç duhet. Pra duke zbatuar çfarë ju thuhet e duke u ndaluar nga ajo që ju ndaloheni, ky është kuptimi. Dhe se vdekja mos t'ju gjej vetëm se duke qenë musliman të mirë, të vërtet, besimtar të vërtet. E kjo është sfida. Zoti na bëf të tillë që në çdo moment, kur të vi ky moment, të jemi të përgatitur për t'i thënë merhaben bi melekil maut, mirë se erdhe o meleku i vdekjes. Allahu na bëf për atyne që e kanë guximin dhe forcën dhe fuqinë dhe janë përgatitur për t'i thënë melekut të vdekjes mirë se erdhe, se kjo botë mo nuk shtyhet. Na u ka pështiros, na u ka neverit kjo dynja, elhamdulillah që të solli Zoti, wa ma indallahi khairun wa abqa. E çfarë është te Zoti, është më e mirë se kjo botë dhe është e përhershme, nuk shuhet kurrë. Zoti na bëf për atyre që do të fitojnë ahiretin dhe Zoti na bëf për atyre njerëzve që nuk sprovohen aq sa bajnë në jetën e kësaj bote. Amin. Vëllezër dhe motra, siç edhe kemi premtuar, sot do të ndalemi në historinë e madhe dhe historinë e parë të historisë së ekzistencës
të Ademit alayhi salatu wassalam dhe njerëzimit prej Ademit e këtej. Përballjen e parë mes të parit të xhinëve, Iblisit, i cili për shkak të kësaj ngjarje që ne do të tregojmë mori dhe një titull tjetër, dhe Ademit alayhi salatu wassalam, i cili për shkak të kësaj ngjarje që ndodhi, ne jemi sot këtu duke bërë hutbë xumaje e duke folur për Zotin, për pejgamberin alayhi salatu wassalam, dhe ne në thonjza fal asaj që ndodhi si gabim prej Ademit alayhi salatu wassalam, jemi dhe ne në këtë botë, se do ishte vetëm Ademi me Havan në xhenet, e do ta gëzonin vetëm ato xhenetin, mirëpo Allahu xhalla xhelaluhu çdo gjë që e krijon dhe çdo gjë që ndodh ka brenda urtësinë e vet, pavarësisht se Ademi alayhi salatu wassalam vuajti, u përlot, qau, u pendua, e Zoti e fali, po u bën shumë Adema në tokë, bita Ademit, pra ne jemi bitë e Ademit. Do të ndalim pikërisht te kjo ngjarje sot, të cilën e kemi të inspiruar nga suratul A'raf. Pra surja Al-A'raf që ne kemi filluar të analizojmë tematikat e kësaj sureje. Do të ndalem pak përpara se të futem në disa fjalë kyçe, i thon, të përdorura në këtë histori, historinë e Iblisit dhe Ademit alayhi salatu wassalam, kryegjindit të parit të xhinëve dhe të parit të njerëzve. Allahu xhalla xhelaluhu në surën Al-A'raf tha: "Wa laqad khalaqnakum thumma sawwarnakum." Ju krijova, Allahu thot, ju krijova dhe ju dham formën më të bukur. Krijimi i Zotit, thjesht që ta marrim si një mrekulli dhe një bekim shumë interesant, krijimi i Zotit për njeriu është krijim në çdo njeri që krijohet. Pra nuk bën Allahu copy-paste. Çdo njeri është unik në krijimin e tij. Është ndryshe. Sa i ngjashëm është njeriu me njeriu, aq i ndryshëm është njeriu nga njeriu. Dhe aq i dallueshëm është njeriu nga njeriu. Për këtë arsye, shkenca sot ka arritur të bëjë dallimin mes çdo njeriu në 8 miliardë sa njerëz që ka sot bota. Gjithsecili ka një tipar dallues që nuk i ngatrohet ky tipar dallues me askënd në sipërfaqen e kësaj toke. Sepse emri i Zotit krijues zhvillohet në çdo detaj të krijimit të tij. Ne për shembull kemi arritur të kuptojmë ose shumica jonë dim që shenjat e gishtrave nuk janë njësoj. Po ka shumë gjëra tek njeriu që s'janë njësoj mas njëri tjetër mbi sipërfaqen e tokës. Zëri për shembull nuk është i ngjashëm dhe gjurma e zërit me askënd. Mund të ketë kopim, mund të ketë ngjashmëri, por nuk është. Gjithsecili ka gjurmën e vet të zërit. Gjithsecili ka synin dhe gjurmën e vet të synit. Nuk ka dy të ngjashëm në botë, edhe pse mund të jenë binjak. E kështu me radhë, por nuk është ky momenti. Fakti që Zoti tha, ju krijova dhe ju përsosa në krijim. Dhe me të vërtet, po ta shohësh njeriu, krahasim me të gjithë gjallësat e tjera, krahasim me të gjithë krijesat e tjera është më i veçantë. Jo se na pëlqen neve, po faktikisht kështu është. Sepse çdo gjë është në shërbim të njeriu. Ne me të vërtet kënaqemi me diellin çdo ditë. E kënaqemi me ajrin dhe me oksigjenin çdo ditë. Dhe kënaqemi me ujin çdo ditë. Dhe kënaqemi me të mirat që na jep toka çdo ditë. Dhe të kënaqemi me të mirat që sjell qielli çdo ditë, po faktikisht ne nuk jemi autorët e kësaj mirësie dhe mrekullie. Ne jemi mes mrekullive të Zotit, mes bekimeve të Zotit, po nuk jemi ne autorët. Ne për një gjë jemi autor, për të prish, për shkatru. Këtë ja themi shumë mirë ne si njerëz. Po prap Allahu xhalla xhelaluhu, ne shkatrojmë dhe prishim, ai rregullon dhe përmirëson.
Dikur u bën nami, në kohët, le të flasim, anej nga vitet 90-2000 ishte nami për gropat e madhe të ozonit dhe rrezikoi jeta në tokë. Nuk zgjati 10-15 vjet, u plotësuan, u mbushën, nuk ka probleme më në ozon. Ti ishte për njerëzit, ozoni ishte shkri dhe ishte tret. Ka një Zot i cili ka thënë, qiellin e kam bërë mburoj, jo burim shkatrimi. Tokën e kam bërë shtrat, prehje dhe qetësi, jo burim shkatrimi. Përveç në raste të caktuara dhe në situata të caktuara ku Zoti derdh dëshkimin e tij apo dënimin e tij për njerëz që e meritojnë. E rëndësishme. Ju krijuam dhe ju dham formën më të bukur. E më pas i tham me lajkeve, bini në sejdë Ademit dhe i ranë në sejdë. Kupton ti njeriu, kjo krijesa e bukur e mrekullueshme e Zotit, që do i vijë në shërbim gjithçka, Allahu xhelalu e nderon dhe e respekton në të shkallë që urdhëron engjujt me lajket të binë në sejdë njeriu. Fesejdu. Me lajket me njëherë ju bindën urdhrit të Zotit dhe i ranë në sejdë Ademit alayhi salatu wassalam. Illa Iblis. Përveç atij tipit që ju thash unë juve pak më herët. Përveç Iblisit. Eba kundërshtoi. Lem yekum min as-sajidin. Nuk i ranë në sejdë Ademit alayhi salatu wassalam. Çudi e madhe, subhanallahu. Si ka mundësi që të rebelohet dikush ndaj Zotit dhe thotë jo se bëj. Pa më bursa edhe ne bëjmë këtë punë kështu disa herë në ditë, mos bëj si i nershëm, mos bëj si kur jeti engjëll. Sa herë që ti bën një ndalesë që je i vetëdijshëm se kjo është një ndalesë, po i përngjason Iblisit. Sa herë që ti lën masdore një urdhresë, duke e ditë se është urdhresë, po i përngjason Iblisit. Thjesht nuk je në atë shkallë dhe në atë drejtë. Po i Zoti di se ti ishe edhe ti, si puna e Iblisit, ndoshta edhe ti nuk do t'i bindeshe. Mos bëj kot. Sa herë e di ti për një gjë që e bën se s'duhet bërë dhe e bën? Dhe sa herë je ti i vetëdijshëm për diçka që duhet bërë, po nuk e bën? Formë rebelimi është dhe kjo, formë kundërshtimi është dhe kjo. Nejse. Ai nuk i ranë sejdë Ademit alayhi salatu wassalam. Po tani Iblisi thot Zotin Kur'an është prej xhinëve, nuk është prej melajkeve. Ndërkohë që këtu thot i tham melajkeve që i binin sejdë Ademit. Tani Iblisi nuk ishte melek, ishte prej xhinëve. E pse duhet ta përfshinte urdhri Iblisit? Se Zoti tha i tham melajkeve. I tham melajkeve do të thonë bashkësisë. Pra turmës se melajkeve dhe me ta ishte dhe Iblisi, i cili ka dy interpretime që bonte Iblisi aty tani. Ka dy interpretime, dy komente. Komenti i parë thot devotshmëria e tij dhe dija e tij dhe përkushtimi i tij e nxorri nga radhët e xhinëve normal dhe shkoi në gradën e melajkeve. Se kështu shpërbleheshin adhuruesit. Dilnin nga radhët dhe kalonin në shkallët dhe gradët e melajkeve. Dhe dikush, një komentim tjetër prap, është se ishte aty rastësisht, më thonjë, pra ishte qëlloj që ai ishte aty. E rëndësishme, urdhri ishte për gjithë bashkësinë, e tërë bashkësia i ranë në sejdë ju përul Ademit alayhi salatu wassalam, ndërsa Iblisi nuk i ranë në sejdë. Dhe Zoti i tha: O Iblis, ordrej, ma menak an takuna min as-sajidin. Pse si ranë në sejdë Ademit? Çfarë të pengoi? Mos kishe në shqetësim, në problem me shtyllën kurrizore. Ndoshta nuk e dëgjove zërin, urdhrin. Qala lam akun li asjuda li basharin khalaqtahu min tin.
Tha o Zot, po si ti bin sejdë ati që u kriju nga balta, ndërkohë që unë jam krijuar nga flakët e zjarrit, e flaka dhe zjarri është lart, e balta është poshtë. O Zoti im, po si mund t'i bjeri ai që është lart në sejdë, në përulje, ati që është poshtë? Do të shkon të më mirë, o Zot, që ai të mbinte në sejdë mua, se unë jam mbi të. Hej, Zoti më. E të allimun Allah e bidinikum, doni me mësu dhe Zotin. Iblisi deshit të mësoj Zotin. Deshit i të regoj Zotin se nuk e bone mirë o Zot, nuk e the mirë o Zot. Edhe neve në njerë në nodhë kjo gjë një jetë. Na duke si kur bota ka e shumë për para, si kur njerëzimi po shkon në Mars e në hënë, dhe ne akoma merremi mishi derrit, alkooli, ja po femra, ja po bigjozi, o vlla bota po ecën për para. Ligji i Zotit dhe rregulli i Zotit vlen për gjithë kohrat. S'ka lidhje ti inshallah shko ma tan Marsit, në Jupiter shkofsh. Në Neptun arritsh. Rregulli dhe ligji i Zotit është një, nuk ndryshon. Sepse njeriu është pa i njeri. Sado që të ngjitet lart, sado që të shkojë, sado që të eci në natyrën e tij është Zoti i Madh, e din natyrën e njeriu në të cilën vetë ai e krijoi atë. Kështu që problematikat janë tek njeriu sado që të eci ai përpara, sado që të futet robotika në lojë dhe sado që të eci inteligjenca artificiale përpara, njeriu është pa ai. Që po nuk pati dritën e Zotit, po nuk pati udhëzimin e Zotit, vallahi bilaj është më poshtë se kafshët. Dhe ne herë mbas here dëgjojmë dhe shohim dhe hasim situacionet e atilla që kuptojmë që njeriu po nuk pati Zotin dhe besimin në Zot, po nuk qe besimtar për Zotin e Madh, për Zotin e Madh, është poshtë kafshëve. A nuk jemi ne dëshmitar të luftrave të parsyetuara, të vrasjeve masive të padrejta? A nuk jemi ne dëshmitar se si njeriu do ta hajë njeriu? Do t'ja marri pasurinë, do t'ja marri tokën. Se si bëhen vrasjet për asgjë. Se si njeriu transformohet. Mohon nonë, babë, gjithçka. Çfarë ndodh? Ky pra është njeriu. Njeriu është i njëjti. Koha, jeta, leteci, le të bëj çfarë doj, njeriu është po i njëjti. E Zoti i Madh solli këtë fe dhe këtë besim si rregullator dhe përmirësues të njeriut, të kohës, të popujve dhe të vendeve. Jo thjesht një fe që përshtatet. Jo, rregullatore. Përmirësuese, rregullatore. I tha Zoti i Madh Iblisit: "Khruj minha fa innaka rajim." Dil, se meriton ti është në mesin e me lajkeve dhe të engjëjve. Ihbit, dil, për jashtë. E Iblisi betohej dhe thoshte: vetëm po s'mra në dorë ky njeriu, se do ta shkatroj. Madje edhe e shprehu këtë, tha o Zoti im, njeriut do t'i vinë nga të gjitha anët, para, mrapa, majtas, djathtas. Deri sa ta nxjerr nga rruga jote, deri sa ta nxjerr nga qenia e tij falëndërues ndaj teje. Thot interesant disa kështu lataif që thot nuk përmeni Iblisi lart dhe nuk përmeni poshtë. Nuk tha do t'i vi nga lart dhe nga poshtë. Majtas, djathtas, para, mbrapa. Kanë thonë lart nuk tha se Zoti është lart. Nuk ja man Iblisit më u fut mes njeriu dhe Zotit. Dhe poshtë se është mendje madh. Nuk pranon nga poshtë mi ardh njeriu. I tha Zoti i Madh Allahu xhalla xhelaluhu: je i lirë për të qenë sprov për njerëzimin, por
unë do t'i tregoj atyre nëpërmjet profetëve se kush je ti. Dhe na ka treguar nëpërmjet pejgamberëve dhe profetëve se armiku i cili nuk flen, i vërtet i njeriu të shpikrisht iblisi, është pikrisht shejtani i mallkuar. Allahu xhelle xhelaluhu mbas kësaj e futi Ademin alayhi salatu wassalam në xhenet. Kaloi një kohë në xhenet e Ademi të filloi të mos i shijonte më xheneti, vetëm u burri dhe edhe pse i kishte të gjitha, nuk kishte më shije xheneti për të. E Allahu xhelle xhelalu krijoi prej tij, pra prej Ademit, krijoi bashkëshorten e tij Havan. Atëherë filloi të pa me ngjyra xhenetin Ademi alayhi salatu wassalam. Kur xheneti merr kuptim, kur njeriu ka një bashkëshorte dhe familje, s'ka dyshim se edhe jeta e kësaj bote merr kuptim të vërtet, atëherë kur njeriu ka një bashkëshorte dhe krijon një familje, apo atëherë kur vajza ka një bashkëshort dhe krijon një familje. E i tha Zoti Ademit alayhi salatu wassalam, o Adem, i tha, këtu ke gjithçka çfarë do ti. Etje s'ka, uri s'ka, mërzi s'ka, shqetësim nuk ka, frikë nuk ka, dhe këtu do t'jesh përjetësisht, përgjithmonë. Vetëm atë pemën, ose asaj pemën, mos ju afro. Nuk i tha Zoti mos e ha frutin e asaj peme. Nuk i tha mos e ha, i tha mos ju afro. Sepse problemi është po afrove, pastaj për këtë arsye shumë gjona në Islam thuhet mos ju afro. Nuk thuhet mos e prek. Pse? Sepse po ju afrove të merr avulli, të marrin valët, të merr rryma vet. Edhe po se prek ti të prek. Kështu që rri larg. Edhe harami duhet me i nejt larg, mos i rrin gjithë. Një zë i vjen Ademit a.s. nga jashtë. O Adem. Dhe Ademi a.s. habite nga i vjen zëri dhe kuptoi që zëri vite nga jashtë xhenetit, se iblisi e kishte haram xhenetin, nuk përjashtu nga mëshira e Zotit. Dhe ky që përgjigjet nga mrena dhe thot, po, çfarë ka? Tha, o Adem, a të tregoj se cili është fruti që ty do t'japi përjetësinë dhe një pushtet i cili nuk do të shuhet kurrë. U zgjua ajo e mendshmja e njeriut tek Ademi alayhis salam, sepse dëshira për pushtet, dashuria për pushtet, dashuria për pasuri, dashuria për të qenë i përhershëm dhe i pavdekshëm është mbjell tek njeriu. Thjesht iblisi që e fitoi emrin shejtan mbas kësaj ngjarje që ai, domethënë, u përjashtu nga mëshira e Zotit, mori dhe një epitet tjetër, u quajt shejtan. Shejtan çfarë do të thotë? I përjashtuari, i larguari. Pavarësisht se ne nganjëherë e përdorim për ta lavdruar dikë. Ai është shejtan, më valla, do të thonë shumë i zgjuar. Ai është drejt, më valla, është pa. Shejtan njeri. Do ta lavdrojmë një njeri duke i dhënë epitetin më të keq që mund të ekzistojë. Dhe zgjohet ajo brenda Ademit alayhis salam dhe i erdhi mirë. Ndërkohë që Zoti ja kishte thënë, këtu je përjetësisht. S'do të mungoj asgjë, i ke të gjitha. Po jo, u ngacmu nga brenda. Mirë po ju kujtu fjala e Zotit. Vetëm atë pemën, asaj mos ju afro. Dhe u ndodh Ademi alayhis salam mes dy thirrjeve. Thirrje e Zotit që mos ju afro dhe tundimit të tij të brendshëm dhe thirrjes së iblisit, aty është sekreti i përjetësisë dhe i pushtetit pa kufi. Dhe u tërhoq Ademi alayhis salam. Jo, thasë, s'është normale kjo gjëja. Dhe ai thret prapë, ja përsërit prapë. Tundohet prapë. Pastaj tërhiqet prapë. I thret për herë tret, dëgjoje.
wa qasamahuma ju betuan Allah. La ilaha illallah. Ju betuan në Zot, në Allah, se unë po ju këshilloj me sinqeritetin më të madh. La ilaha illallah. I çik dobësia e njerëzit. Dhe pak betimi i dikujt që ishte jashtë me emër të Zotit, që nuk e imagjinon të dot o vëllezën, Ademi alayhis salam të ekzistonte dikush që rren duke u betuar në emrin e Allahut. Prandaj, vllai im dhe motra ime, mos u mashtro nga çdo kush që të betohet në Zot. Përkundrazi, nëse dikush vazhdimisht betohet në Zot, për çdo gjë betohet në Zot, merr me rezervë. Ose është lojtar, ose është që s'ja din vlerën betimit. Shejtërinë e betimit nuk e din dhe për çdo gjë, vallaj, për Zotin, vallaj, për Zotin. Ky njeri o është lojtar, do më arrit diku, ose është aq naiv sa që nuk kupton akoma ç'do të thotë wallahi. Pasha Allahun. Gjë më e rëndësishme. Thot Imam Buhariu për veten e vet. Nga koha që kam arrit pubertetin, e deri më sot pra para vdekjes tij, nuk kam betuar ndonjëherë në Allahun as me të vërtetë, as me të pavërtetë. Madhërim për Allahun xhel xhelalu. Lejohet, s'ka dyshim që lejohet, po puna është teprimi, është problem. E në momentin që e përdor pastaj për të fut gola e gunga, atëherë pastaj është kthehet në mëkat i madh. Nuk ka gjunah më të madh se sa të përdorësh emrin e Zotit për të mashtruar njerëzit. Apo për t'i hedhur njerëzve. E rëndësishme. Dhe këtu Ademi alayhis salam e humbi. Jo po e pati fajin grua, jo po i tha, jo po ky. Ademi alayhis salam, Allahu xhelle xhelalu në Kur'an ngarkon me faj Ademin alayhis salam. Për këtë arsye tha në surën Taha, rëshqiti Ademi dhe humbi Ademi. Përgjithësia bie mbi shtyllën e shtëpisë, për gjithçka. Burri, babai, ai ka përgjegjësi mbi gjithçka dhe për gjithçka. Dhe nuk më thot vallai më thanë po kështu, s'ka, përgjegjësia bie mbi ta. Në ato momente dëgjon thirrjen e Zotit. Alam anhakuma an tilkuma ash-shajara wa aqul lakuma inna ash-shaytana lakuma aduwwun mubin. A nuk ju ndalova nga pema dhe ju pata thënë se shejtani është armik i hapur? Atë e kuptoi Ademi alayhis salam se ç'kishte bërë. Dhe në momentin që provun frutin e asaj peme, ju shfaqen pjesët e turpshme. Fatafiqa yakhsifani alayhima min waraqil janna. Fillun të mlu veten e vet, ju vitë turp, ju erdhi zor shumë. E Zoti që ju tha o Adem, pa nuk ndalova? A nuk të thash se shejtani është armik i hapur i njeriu? Në atë moment Allahu tregon se çfarë ka thonë Ademi alayhis salam. Qala rabbana zalamna anfusana fa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al-khasirin. Ata të dy thanë, sepse kush merr pjesë në një veprim është ortak. S'mund thoshti isha me të po fajin e pati ky. Ata të dy u drejtuan Zotit duke thënë: O Allah, Zoti ynë, i bëm pa drejtësi vetes tonë. E nëse ti, o Allah, nuk na fal dhe nuk na mëshiron, ne do të jemi më të humburit e të humburve. E Allahu xhelle xhelaluhu e pranoi pendimin e Ademit dhe të Havas. Por
i ndëshkoj duke i zbritur në tokë, sepse nuk jeni meritor. Lodhuni pak, kuptojeni se xheneti nuk fitohet kaq kollaj. Lodhuni dhe mundohuni dhe përpiquni në botë, në tokë, e pastaj e keni xhenetin të sigurt. S'ka dyshim që Ademi dhe Havaja dhe çdo kush që i bindet Zotit dhe nuk i bindet shejtanit e ka xhenetin të sigurt. Por ka vujtje kjo punë, ka dhimbje kjo punë dhe ka vështirësi, kjo punë nuk fitohet xheneti kollaj, e Allahu xhalla xhelalu i zbritin tokë Ademin alayhi salatu selam dhe Havan. Thuhet që Ademi alayhi salatu selam ka zbrit anë nga India, nga Sri Lanka, ndërsa Havaja ka zbrit në Xhedde dhe ky ka ecë me mijëra kilometra e ka ardhur në Arafat, ndërsa Havaja ka ardhur nga Xhedja në Arafat, në pranë Mekë në Arafat dhe janë takuar në vendin që quhet Arafat. Prezantimi aty u prezantuan mbas të qiellit në tokë për herë të parë me njëri tjetrin dhe nga aty pastaj vazhdoi jeta në tokë e tjerë, sepse nuk është momenti për të ndalë. Ajo që mua më intereson të theksoj është se Ademi dhe Havaja janë të falur nga Zoti i gjithësisë dhe se Islami e refuzon idenë e mbartjes dhe trashëgimit të mëkatit. Ne themi në Islam, Ademi a.s. bon një gabim, Havaja bori gabim, u pendun, Zoti i fali, zbritën në tokë pa gjunahe. Dhe vazhdun jetën në tokë. Nuk është se kishin mëkat, e këtë mëkat e trashëguan, e patjetër duhet vinte Zoti me djalin e vet ta therte, e ta bënte kurban që t'i falte njerëzit. Në Islam kjo nuk hyn fare në Islam. Në Islam Zoti nuk ka nevojë me bë kurban askënd, për askënd. Kurbanet i kushtohen Zotit si një formë madhërimi dhe adhurimi dhe përbamirësi për njerëzit. Nuk ka nevojë Zoti për akte të tilla si mbas Islamit gjithmonë flas. Sepse mëkati nuk trashëgohet në Islam. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Askush se mbart mëkatin e tjetrit. Çfarë faj ka mund se Ademi a.s. boni gjinof në xhenet? Kush është mëkati? Çfarë faj ka mund? As ti, as njëri për nesh nuk ka faj. Po ne po jetojmë në këtë tokë, po alhamdulillah, shiqyr që po jetojmë në këtë tokë, adhurojmë Zotin. Jemi në Islam, lexojmë Kur'anin, do të fitojmë xhenetin. Alhamdulillah që xheneti do të jetë full me njerëz dhe me xhin besimtar. Nuk është vetëm për dy persona, Ademin dhe Havan, urtësia e Zotit. Dhe në çdo gjë Zoti ka sekretin dhe urtësinë e vet. Dhe kështu vazhdoi jeta në tokë dhe Iblisi vazhdon punën e tij në tokë. Normalisht Iblisi ka metodika dhe forma për ta humbë njeriu. Nuk i shfaqet o vëllezër dhe motra askujt Iblisi me i thonë unë jam Iblisi, unë jam drejqi, unë jam shejtani, edhe bëj këtë, mos bëj këtë, së ndodh kur. Por ka metodika, ka forma nga më interesantët dhe nga më të çuditshmet që njeriu ta nxjerrë nga udha e Zotit, nga rruga e Zotit, nga besimi, nga përkushtimi, nga devotshmëria e kështu me radhë që si ka dalë ajo e keqe akoma nuk e ka në shpirt të gjën. Dëshira ime do të ishte të merresha sot me ato metodat e shejtanit mallkuar, çfarë përdor ai që njerëzit janë kaq larg rrugës Zotit. Kaq sofistikuar ai ka, i metodikat shumë të sofistikuara ai ka për Zotin. Ti merre mend i përdori betimin në Zot Ademit a.s. për ta nxjerrë nga xheneti. Pejgamber dhe profet, i krijuar nga Allahu, nga balta njeri. Merre mend ti domethënë çfarë jemi ne për Iblisin. Por Allahu tha në Kur'an illa ibadi minhumul mukhlasin. Kush është i sinqert me Zotin, kush është i pastër me Zotin, nuk mund të fitojë shejtanin me të. Allahu na bëfë këtyre njerëzve, amin.
Vëllezër dhe motra, në mendjen time ishte sot se do të futesha tek metodikat, po ja që elhamdulillah koha nuk na lejon dhe nuk dum të dalim nga limiti i kohës për shumë arsye. Po edhe që gjërat mbahen mend, e inshallah taala hutbja e radhës do të jetë armët e shejtanit mallkuar dhe metodikat e tij për humbjen e njerëzimit. Pra do të habitemi së bashku për metodikat që ai përdor, se është e pamundur që të ketë kaq sukses. Po njerëzit janë të hutuar, janë nga flet. Merrem mend se dim pse jeton. E ai që se din se pse jeton, çfarë pret prej tij. Për gjërave interesante dhe me këtë dua ta mbyll, është se Zoti kur foli për krijimin e Ademit alayhis salatu selam, ju tha me lajkeve, thjesht dua të bëj dallimin o vëllezër mes Islamit dhe besimeve të tjera. Tha Zoti, i tha me lajkeve, kur ta krijoi Ademin, kur ta krijoi, dhe t'i fry atij shpirtin, ruhi, shpirtin tim. Ka sa njerëz janë aq të paditur, sa që shpirtin tim e interpretojnë pra nga shpirti i Zotit, është fry ke trupi Ademit. E para, në fen ton nuk ka argument se Zoti ka shpirt. Se ekziston askund në Islam se Zoti ka shpirt, nuk ekziston. Ne themi Allah është i gjallë, pa fillim, i përhershëm, pa mbarim. Nuk ekziston termi shpirt për Allahun. E para gjë. E dyta gjë, në momentin që ka thënë do t'i fry Ademit shpirtin tim me kuptimin, një shpirt më të zgjedhur në krahasim me gjithë shpirtrat e tjerë. Më të veçantë në krahasim me gjithë shpirtrat e tjerë. Se njëri nga besimet e tjera i thot një muslimani, po mirë më thot vëlla, thot, ju thoni që Jezusi nuk është biri i Zotit, pa e thot Kurani që i fryva atij shpirtin tim. E thot Kurani, po shpirtin tim nuk ka për qëllim shpirtin e Zotit, si pjesë e Zotit. E para se nuk ka argument për këtë gjë në fen tonë, e para gjë, dhe e dyta gjë, shumë gjëra thuhet për to se janë Allahu ja dedikon vetes tij, po nuk nënkupton se janë pjesë e Zotit. Për shembull, themi ne për xhamiat, janë shtëpiat e Allahut në tokë, po Allahu është brenda në xhami. Tha Zoti për deven e Saliut alayhis salam, naqatullah, deveja e Allahut. Çfarë do thotë kjo deveja e Allahut? E hyp Allahu asaj deves. E përdor. Pra diçka e zgjedhur dhe e veçantë dhe mrekulli e Zotit. Ky është kuptimi. Dhe Xhibrili alayhis salatu selam në Islam quhet Ruhul Qudus. Shpirti i shejtëruar. Po shpirti i shejtëruar jo me kuptimin që është pjesë e Zotit dhe funksionon si një shpirt i Zotit. Jo më vëlla. Është quajtur Xhibrili alayhis salatu selam shpirt i bekuar dhe i shejtëruar, pra me kuptimin sa ai sjell nga Zoti në tokë lëndën, pra shpalljen, e cila i kthen njerëzit nga të vdekur në të gjallë, nga kafsh i bën njerëz. Ky është kuptimi. Si më thënë, mbartësi i jetës së vërtet, mbartësi i transformimit, mbartësi i shpalljes. Ky është kuptimi. Dhe nuk është kuptimi shpirti i shejt me kuptimin që na çon pastaj në trinitet e kështu me radhë.